E dyta, pam policët që pëmbledhin kapsollat. Nëse policët do kishin gjetur shishet e Gjysagaçit, nuk do ishin hedhur ato kapsolla. Shishet e Verës, po më thua. Do t'i shohim edhe shishet e Verës, se i publikoi Berisha ato. Nëse policët do kishin gjetur shishet e Gjysagaçit, Agasit, si e ka aksion shumë ata. Okej, i ngjashëm mbiemri. Nuk do kishim ato kapsolla. Protesta ishte i protest e thritur prej 4 ditësh, pa ndonjë organizim, se s'kishte kohë për organizim, pa leket që kanë hedhë bandat e Edi Ramës, siç kanë organizuar protestat tjera të dhunshme kur kanë qenë në opozicië, që ishte ajo e 21 janarit, pa skenar dhune, ishte protest për të përçuar mesazhin qytetar që E frenuat ju revoltën e qytetarëve, apo s'kishin revoltë qytetarët? Shiko, Se nëse opozita ose nëse leadershipi i opozitës çliron revoltën e qytetarëve, jo e shliron, po nuk e frenon minimalisht, paktën. ata edhe nuk e frenon, ata sheshojnë ato godina. Dhe ta them pse, Erla, opozita ka 500.000 votues, që su ka ngel gjë tjetër përveç se shpirt. Mi pra, po me gjithë të skandalet një pas njëshme që pëndodhin, a duhet kishte sot edhe më shumë aksion se sa kaq sa pam? Me dëgjoj. Tash ju gjithë, edhe në media, po dhe në opinionin publik, kur ka Molotov thoni ka dhunë, kur s'ka Molotov thoni jo po pse këshu kaq mënyrë paqësore, kur shkohet ke Partia Socialiste, jo po pse shku ke Partia Socialiste që në luftë civile, tani që nuk shkohet ke Partia Socialiste, pse me kaq do e lini, as ju vetë nuk jeni të qartë. Se çfarë duam? Po, nuk jeni të qartë. A është i qartë opozita se çfarë do? Se po qetë ju të qartë, jemi të qartë dhe ne. Opozita është krejt e qartë se çfarë do. Ajo çfarë do në opozita është largimi i kësaj bande, çurja vendit në zgjedhjet parakoshme, edhe krijimi i një qeverie që ka legjitimitet popullor. Ajo çfarë kemi parë këto ditë, pavarësisht se sa e tmerrshme, është vetëm një fraksion shumë i vogël e asaj çfarë ndodh. Dhe ajo çfarë ndodh është fare thjesht. Kemi një individ që është Edi Rama, që ka ngrit në institucionet e shtetit shqiptar dhe të Partisë Socialiste një kartel droge, karteli pastër. Që do ndalemi atje, e thash, në pjesën e dytë emisionit do mundohemi të kuptojmë me që sot ka dalë dhe dosja. Dhe këtë kartel droge e ka përzir me partinë e vete dhe me qeverisin, sa sot janë një, nuk i ndanë do të më. Pra ndajnë në lind pyetja në këtë moment, a duhet kishte një aksion më të fortë? Tashi, Erla, do vi koha dhe ta se ndodhi 21 janari, vitit 2011, ndodhi për një 700-she. 700 ishte në video, as euro, as lule, as çokolata, si që është tek dosja. Ajo ishte 700. Këtu po ikin, bëhet fjalë për miliarda lek. Video ishte e manipuluar, Ilir Meta dha dorëheqjen, ju vetë dorëzu drejtësisë, parat nuk ishin aty sepse u bë edhe i gjyq në gjitha shkallët edhe u shpall pa fajsi. Po ndodhi 21 janari ama, ku vran 4 protestues, po që edhe populli opozitar atëherë shpërtheu në një revolt. A ishte ky momenti për i solli për t'i vrarë, por ajo çfarë po them unë është që qasja jonë është ndryshme me 21 janari. Ne kemi qenë aty, unë kam qenë aty, kam qenë në zëvendës ministri Breshën me të kohë, në disë që për kam 21 janari. 21 janari ishte një ngjarje stisur. Ishte përgjimi në ngjarje stisur, ishte shëriti i kputur 28 herë ngjarje stisur. Tani s'është më e stisur, se ta thot prokuroria në dosje. Me pamje filmike, tani është reale, me por takime. Reale është ajo, Erla është një person që sjell njerëzit e vet, militantët e vet për të vrarë në shesh në mënyrë që të vinë pushtet, nuk hikën në mënyrë as me votë dhe as paqësore, edhe është ky lloj ardhje në pushtet që ka krijuar këtë lloj qeverisjeje. Partia Demokratike ka bërë gjitha veprimet e veta që bën një parti politike. Dakor? Ne nuk kemi repart as ushtarak dhe as paramilitar siç ishte Edi Rama në 2021. E thënë kjo, gjërat kanë arritur në një pikë
Por edhe nëse opozita nuk do vetë, shqiptarë dhe populli do shkoj për te opozitës dhe ta thash edhe një herë. Përsa i përket votuesve të opozitës, po nuk është vetëm votues të opozitës, por 500.000 votues të opozitës nuk u kanë ngel gjë tjetër në këtë vend veç shpirtit. Dhe shpirti nuk kanë plan. Dhe revoltës, a? Dhe shpirti nuk kanë plan për t'ia falë Edi Ramës. Dhe duke qenë se nuk kanë plan për t'ia falë Edi Ramës, ajo revolt do nisi me këtë siç nisi sonte, që për mua ishte më e madhe nga qeprisja, sepse nuk ishte organizim, ishte pak e shpejt ishte, e vërtet. Po jo si protestat që kemi parë të opozitës në përgjithësi, po nuk po ndalemi të numrat. Nuk është vetëm protesta si element politik, por shkojnë bashkë. Protesta është për të, po themi, mbështetur në një farë mënyre frymen e pakënaqësisë të revoltës me ato çfarë po shohim. Dhe ato çfarë po shohim nuk janë asgjë nga ato çfarë ka ndodhur. Pavarësisht sado që të mëshme të jenë, nuk janë asgjë nga ato çfarë ka ndodhur dhe shqiptarët do i marrin vesh se çfarë ka ndodhur dhe çfarë përfaqëson kjo qeverisje në vetvete. Okej, Lita, ta dëgjoj pak edhe mendimin e kolegëve për këtë protestë. Më thuaj. Ishte siç e prisje protesta opozitës, si do